vështirë të flasësh pas Ministrës Arsimit edhe punën e shkëlqyer që reformat në Ministrinë e Arsimit kanë filluar duken dhe po japin rezultate shumë pozitive. Duke qenë se Ministria jonë fakt merret me grupe vulnerabile të marginalizuara, duke qenë se bëhet fjalë për njerëz që janë ose në pension, ose në ndihmë ekonomike, ose klientë zyrave të punës, ose njerëz që përfitojnë nga fondi i aftësisë kufizuar, shumë kush gabimisht do t'i karakterizonte aktet korruptive në këtë fushë si ato që quhet korrupsioni i vogël. Në fakt, unë nuk abonohem te kjo filozofi sepse besoj që korrupsioni i madh ose i vogël e vendos ai në fakt që e paguan atë çmim. Dhe për një njeri që është në fakt në ndihmë ekonomike, 60.000 lekë korrupsion është korrupsion shumë i madh, është e gjithë ndihma ekonomike për atë muaj. Për dikë që është në pension, 150.000 lekë në fakt është korrupsion i madh sepse është gjithë pensioni i atij muaji. Kështu që çdo gjë është në sy të atij që e pson nga akte të tilla dhe kjo është arsyeja se edhe në këto kategori me shumë serios për të luftuar aktet korruptive. Nuk e di a është lajm i mirë apo është lajm i keq, por jam sot titullari i një ministrie që ka 4 prej zyrtarëve të vet në paraburgim, të cilët presin të dalin përpara gjykatës për një kulturë të bërit gjërave dhe të abuzimit me fondet publike. Ne jemi një qeveri që nuk abonohemi në faktin që qeveria duhet sponsorizoj Turbo Folkum, edhe duhet shpenzoj deri në $500 milion shkelje për koncerte për një maj. Dhe kjo është një praktik tenderimi dhe praktik shpenzimit të taksave të qytetarëve që ne i kemi dhënë fund. Po bashkëpunojmë jo vetëm për këta 4 zyrtarë, por edhe për gjithë zyrtarët e tjerë të nxjerrë me shkelje nga kontrolli i lartë i shtetit. Ne nuk kemi asnjë pretendim politik se kush i drejton institucionet e pavarura, po për herë të parë jemi duke përdorur kontrollin e lartë të shtetit si një dokument zyrtar që evidenton shkeljet dhe po veprojmë mbi raporte të tilla që deri dje zinin pluhur dhe askush nuk merrej jo më të vepronte me këto. Kemi pasur një situatë dramatike në mënyrën se si ka funksionuar fondi social sot në Shqipëri. Ditën që mora detyrën zbulova që 96% e fondit social që jepet për aftësinë e kufizuar ishte shpenzuar në praktika të tilla si ato që ju përmenda. 96% fakt ishte shpenzuar në praktika abuzive ku gjatë fushatës skema ishte rritur me shifra alarmante, a thua se ne ishim në Afganistan ose në Irak për sa i përket numrit të invaliditetit fiktiv të rritur në këto lista. Në Shqipëri janë rritur 6.000 veta në skemën e invalidëve për 3 milion banor, pra rreth 2.000 për 1 milion. Statistika në Irak sot është 300 për 1 milion, statistika në Afganistan sot është 100 për 1 milion. Është shifër shumë herë më alarmante se sa viti i mallkuar 97, ku kurse si nuk mund të kishim fakte të tilla për gjymtimin e popullsisë. Çfarë do të bëjmë? Kemi filluar një audit në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi zbuluar fakte shokuese të cilat po i çojmë përpara prokurorisë. Kemi zbuluar që shumë vende ndihma ekonomike abuzohet. Bosët e vegjël lokal për përfitime politike i ndajnë të varfrit në varësi se kush ka fituar betejë elektorale në fshatrat dhe në qytete. Kjo është arsyeja pse po modernizojmë skemën si një mënyrë për të përdorur teknologjinë dhe jo detyrimisht vetëm giljotinën dhe masat represive për ndaluar korrupsionin. Bashkë me Bankën Botërore, me që ambasadori britanik është këtu, po shkojmë në një sistem të aplikimit për ndihmën ekonomike që në fakt është shumë i ngjashëm me mënyrën se si aplikohet për një vizë britanike, ku konsulli ose në rastin konkret administratori social nuk ka të drejtë marrë vendim, por një algoritëm në kompjuterin atij që hedh statistikat dhe datat është i lidhur njëkohësisht me regjistrin kombëtar të automjeteve, me regjistrin kombëtar të pronave, me regjistrin kombëtar të hyrjeve daljeve brenda vendit dhe në fakt është ky algoritëm dhe kjo formulë jo bindjet politike dhe jo subjektivizmi që do të vendosi në vitin e ardhshëm se kush do të marrë ndihmë ekonomike. Do të fillojmë këtë projekt pilotimi në Elbasan, në Durrës dhe në Tiranë, do të jenë përfituesit e parë të një skeme që nuk njeh mbiemra dhe njohje politike, por që njeh vetëm statistikat shtetërore dhe mënyrën se si dikush mund të provojë nevojat që ka. Për sa i përket aftësisë kufizuar, kemi pranuar që presionet lokale janë të jashtëzakonshme mbi mjekët në komision. E dim të gjithë që nëse merr një telefonat nga prefekti, deputeti, kryetari i bashkisë, është një presion lokal që ndoshta mjekët në nivel lokal nuk e përballojnë dot. Propozimi ynë është që ne do ta qëndrueshojmë këtë proces. Do ta qëndrueshojmë duke kërkuar që mjek nga Tirana, një skuadër mobile do të bëjë rikomissionimin e të gjithë njerëzve me aftësi të kufizuar. Është e vetmja mënyrë se si ne të krijojmë një distancë midis atyre që kërkojnë këto përfitime dhe atyre që i kanë në dorë të japin ose jo këto përfitime.
po bëjmë një modernizim në atë që quhet sistemi kombëtar i punësimit. Dje kemi filluar bashkëpunimin zyrtar me Agjencinë Gjermane të Punësimit për të kaluar në një sistem dhe në një model të ri të punësimeve. Jemi duke testuar ipunësim.gov.al, e cila do të jetë ndoshta edhe me një domen më miqësor për përdoruesit, do të jetë platforma online e punësimeve në Republikën e Shqipërisë. Jam shumë i lumtur që bashkë me Departamentin e Administratës Publike dhe punësimet e administratës do t'i kalojmë në një sistem online. Kemi ndjekur shembullin fantastik të Ministrisë së Arsimit dhe kemi filluar edhe ne proceset e aplikimeve transparente online për gjitha vendet vakante në ministrinë tonë. Do doja që t'ju ftoja të konsideronit mënyra se si modernizimin fakt dhe jo masat represive janë aleati i Shqipërisë së gjeneratës re dhe një qeverie moderne. Kështu që për ata që janë nga komuniteti donatorëve, në fakt shumica propozimeve tona do të jenë për të modernizuar sistemin dhe jo për të vazhduar të njëjtat praktika që tash sa vjet nuk janë efektive. Ju falenderit shumë.